Les, për vazhdojmë. Përshëndetje gjithë edhe vetëm thoni a jeni gati? Ti mi dhëm pak lezet YouTube-it shqiptar se ka vdeko vlla. Sot kena më bo vlerësimin e youtuberave shqiptar. E kam bo një para shumë vitesh, ama ka ndryshu youtuberat, ka ndryshu YouTube-i, ka ardhur koha për një update. Kohët e fundit shumë youtubera dhe shumë shikues kanë bo kështu vlerësimesh, ama 95% e tyne janë super gabim, super jermë, s'din ç'a thon, s'di ç'a bëjnë. Do thoni ju o son, po ti psi hapun vetes? Po kurri do të rahat unëre. Ju pyeta ju në Instagram se a doni ta bëj këtë video dhe 95% e juve thatë po. E doni këtë video për meje se unë nuk kam frikë me fol, them ç'a menoj, nuk kam plas fare. Jam super i sinqert edhe do ja them troç. E kam shok as e kam, as nuk kam plas fare. 90% e youtuberave shqiptar unë i kam shok edhe do jem super i keq me to. Edhe sa do preken youtuberat as nuk kam plas fare, kështu që do jem super strikt. Nëse nuk jeni dakord me ndaj vlerësimin timin, komentojeni poshtë. Ama du t'jip një dhe arsyen, jo vetëm kjo ma i miri, kjo nuk është për mu përmirësu, po është shumë i mirë. Du arsye time sepse. Bëjni edhe like e subscribe se pa lek është. Tani shkëm e vlerësime. Okej, si mund të shihni këtu kena 5 kategoritë që janë legend, super, mirë, duhet përmirësim dhe leje YouTube-n. Te legend hy vetëm dikush që ka kontribu shumë për YouTube-in shqiptar, që është një nga arsyet se YouTube-i shqiptar është këtu. Super është dikush që bë video shumë të forta. Mirë është dikush që është okej, vëlla, i shifet ka i video. Duhet përmirësim është dikush që on rrugën e duhur, po ka problem ose më shumë probleme. Kurse le YouTube-n është dikush që e thot vetë fjala, vëlla, leje, si e pra ato. Okej, YouTuber i parë është Loti Shaqiri. Loti, për mendimin tim, gjithë kohës ka qenë super, ama kohët e funit kira këtu ose këtu. Jenë mes ty në dyjave. Pra vlerësimi im nuk do jetë vetëm si jam për kohët e funit, do merrem për bazë edhe gjithë vitet e punës që ka bo, kështu që nuk do vlerësohet vetëm për momenti që apo ndodh. Se YouTube ka ngritje, zbritje, nuk është gjithmonë wow. Problemi me Madhilotit është aktiviteti, kam fol me ta për arsye shkollës, po besoj tash je marrë, kështu që kur ta marrësh shkollën s'kemo të falme. Po të lejë dhe super, po kujdes. Apo dhe du të kritikoj editimin e Lotit. E di që e ka shumë herë më të mirë se timin, por kur flisshim për editim në YouTube-in shqiptar, Loti ishte kështu, e shifshin si perëndi, ishte wow. Tashi është bërë shumë average, është bërë shumë bazik, nuk është të bëne gjë wow më. Albioni është djalë shumë i mirë, videot ja kam pak e heri ka videot sa interesante, nuk është content që unë për shumë mune pa gjithmonë, ama për mendimin tim është mes mirë dhe super, por më shumë të mirë. Graniti, okej, tash i vjen ai pjesa intros që ju thash, që edhe nëse kam shok së plas fare do jem super strikt. Besoj në për live e keni pa që sa herë kritikoj Granitin edhe në privat sa herë kritikoj, nga që ka qenë personi që më ka frymëzuar me nis YouTube-in, ama kohët e funit 2-3 vitet e fundit nuk është sa të më pëlqy shumë çfarë është të bë. S'po flas për lojrat, për shembull jam të lut split fiction për momentin, po gjithmonë mos përdorimi facecam të Granitit më ka pas pengu shumë, edhe akoma më pengon se ti je me 300.000 subscribers, mos përdorësh facecam, të folësh në sy audiencës tate është pak prap është e legend, se është nga persona që ka kontribuar më shumë të një YouTube shqiptar. Ato s'jam më hodot kush. Graniti ka problemi që nuk ka evolu me kohën. Njëtin content që ka pas bën 2016 dhe në bën akoma. Njëtën mënyrë, njëtën gjë nuk ka evolu hiç. Ky është problemi i Granitit. Këto gjëra ja kam thënë edhe në privat dhe ka thonë që kështu du me e bë, kështu e bën. Aty s'ka faj, secili bën YouTube-in sikur do vet. Adriatiku, edhe ky bën video të mira, jo shumë stili që shoh unë, po mirë, nuk është keq. Unë të më drejtën, veten e shoh që gjithmonë me kalimin e kohës vetëm sa vje përmirësohem. Nuk e di si e shihni ju, po unë për veten time mendoj që çdo vit vetëm përmirësime kanë kanalin tim. Videot me kualitet më të lartë, content më ndryshëm, unë bëj sa më shumë gjëra, jo vetëm një gjë. Edhe vetë si person jam pjek pjek hajt më po. Prap do menoni dhe vetën të naj super ose legend se jam wow, që disha jam unë. Po unë gjithmonë du të vej vetën të duhet përmirësim, gjithmonë kam shef sa më shumë përmirësim. Edhepse nuk mendoj që jam për këtë kategori, duhet përmirësim, po unë sikur jam strikt me tjerët, jam edhe ma strikt me veten time, kështu që tu duhet me lën veten. Endriti, okej, Endriti, themi drejtën, është mes këtyne dyjave, mes legend dhe super, nga qa ka pas bo, ata shi se qa është të bo, veç ai edhe zoti e din. Mund të themi që gati ka lën YouTube-in, për ta lën le YouTube-in është. Është të e përdor YouTube-in vetëm si një cash grab, më thonë vetëm sa i vjen mundësia me kapri lek edhe është duket prap.
Edhe mund ta bëj vëlla, se si thot kush ai mund ta bosh. Po nga ana e youtuberit, gati s'mund ta konsiderosh me youtuber shqiptar. Edu fort ka pas content shumë të fort, ama e ka lënë mas dore si plas mo trapi fare për YouTube. Ama prap si për lotin delem të super për çka ka pas bo deri tash. Edhe shkë me tjetrin i cili është Gafi. Gafi në herën e fundit e kam pas lënë të super. Ama me kalimin e kohës, them drejtën, Gafi është të bo ato që thash që jam të bëdo me vetën time, sa më shumë e përmirësohemi. Kështu që për mu Gafi mendoj se është të legjend tash. Për mendimin tim Graniti dhe Gafi janë dy persona që kanë po mas shumë ti për YouTube-in shqiptar. Madje Gafi ka dhe rekord që nuk e ka asnjë tjetër këtu. Është i vetmi youtuber shqiptar me 2 kanale me 100.000 suba. Me 10.000 jena unë, Taulanti dhe Dardi, po me 100.000 është vetëm Gafi. Bolli thash fjalë mira, tani kalojmë te kritikat. Gafi pikën e keqe e ka të aktivitetin. Nxjerr një video në muaj te ai kanali kryesor, e ta i gaming që prita që të bëje shpesh, qet një herë në 7 muaj valla, what the fuck. Okej, youtuber i radhës është Ademi Knej, Ademi Anej, gjyst Ademi. Ademin e kam djek që ama Ademi bon shumë video case opening edhe pak video gaming ose video normale. Case opening kam bo edhe unë edhe Graniti, po kur bëjmë video case opening bëjmë edhe video normale që mos t'ja u bëjmë bajat audiencës. Dërsa Ademi bon një video gaming, 7 video case opening. Tu e ka pikë të keqe. Edhe për thumbnaila, dikur më ka pas kritiku mu, tash e kritikojun ata. Besoj që ta kam kalu me thumbnaila, se kam qenë shumë i lot. Ti ma boni një wake up call, tash ta bëjon ty. Përmirësoj thumbnailat. Jo përmirësoj, po boj update në stilin e 2024, sa akoma i bon sikur është 2018. Ademin dhe e lejtë e mirë, po të mirë. I radhës është Mediomedi që ka bumi, për mendimin tim është super. Është personi më underrated në YouTube-in shqiptar. Bo content shumë mirë, nuk munohet vetëm me ka views apo bo diçka me vërtet bukur. Editimin e bo shumë të fort, kritika për ta, e përdor shumë këtë punën e memeve që ka në kanal që e bën pak a shumë si meme, si tallme. Edhe në thumbnaila që audienca jote e pëlqen atë gjë, po nuk mundesh me kap audiencë më të gjerë. Kështu që pak më seriozitet te pjesa e dizajneve me thonë. Leonardo, edhe për këtë jam super kritik, ditë për ditë i bërtas, thumbnailat i ka cop mutin, e keni pa mutin, ashtu i ka, zero fare punto, nuk munohet fare, ditë për ditë i bërtas, nuk merr vesh, kështu që mut e ke, m'vje keq, nuk kam qa me të bo, te duhet përmirësi ndorish. Edhe gjëja tjetër që është të bo vetëm FIFA Mobile, e ka bo bajat kret, kur nuk duhet me bazu këtë karrierën tate me një loj, duhet me pa ato për shumë të Free Fire-i, ca vdish Free Fire-i, ose të PUBG-s, qëra PUBG-a, po e bazove karrierën me një loj e bën e mut. Duhet gjithmonë me hap horizonte. Siegu, edhe ky sa po e përmena që e bazoj shumë karrierën Free Fire, sa po vdiq Free Fire-i, tjerë të lanë, për shembull janë Sokoli e këta, sa pan që Free Fire dura, bam, ndrun, shkun GTA e gjëna tjera. Siegu akoma majt të shpresa që do bëjnë ai gjë për Free Fire, të bëni mut, Free Fire nuk ringjallët më, ka cof si loj. Edhe ky me case opening e ka bo mut fare, ky edhe ma case Ademi, ky bon 80 video case opening, një video normale, kështu që edhe në videot normale thumbnailat njeri ka cop, thumbnailat 2015-ës, nuk e di që është të bon video bon shumë rall, video normale, po them, është e përdor më shumë YouTube-in që me kap nej lek. E respektoj e gjën, do me kap lek, po për YouTube shumë dobet. Vada gjithmonë ka pas problem aktivitetin, nuk ka qenë herë aktiv, se ma i mend ke qenë herë aktiv. Gjithmonë bo një video, 2 video është duket. Tash i pa ka shumë atë gjë është të bo, e kalon mas dorë YouTube-in me thonë, nuk është se të e pasi gjonë kryesore mo, edhe këtë për lejtet duhet përmirësim. Laze TV, Artioli, content mirë ka, nuk është se është content që e preferoj shumë, po mes këtyne dyjave është të drejtën, po për mu ma shumë të e mirë, ama me thonë, ma i mirit e të mirët. Ja, këtu. Bivi e kalon YouTube-in, kështu që qa me thonë, vetë e kalon YouTube-in. Ama ka pas bërë content mirë, nuk e di pse e la. Dardi, them drejtën është bo ma shumë streamer si YouTuber, dikur ka qenë YouTuber tash e kalon, ama prapë edhe Dardi ka bo gogja për YouTube-in shqiptar. Videot me raketa, me fshek zjarret, Dardi janë bo kështu si event, në vitin e ri gjithë, okej, Dardi dhe nxeri video. Të super po e lej, po të them drejtën kohët e funit, YouTube-in e kalon edhe ky shumë as dore. Agoni, një nga shok më të mirë që kam, është super djal, po me YouTube edhe vete ka thonë që gati ka dalë në pension, ma veç pa boni në herë video për qef. Të lej YouTube se vej do të vla, se është
ka bo shumë për YouTube shqiptar, nga YouTuberat e parë shqiptar. Po e vete super, por që e ka weird mohabetin për momentin, kështu që s'di çfarë t'i them atij. Kusha ka aktivitetin mut, video bën e ky pa kamer që është gjë që m'bezdis më shumë. Po Kusha është më shumë si part-time YouTuber, nuk ka YouTuber si gjithë, është kur ti teket trapi bën YouTube. Po e vete mirë për mendimin tim. Tërë për Matrixi, me i vakt pa t'i fillu të bo video shumë forta, në ky e kalon fare, me sa kam pa veç ato shiu jetën sot i plas më trapi për YouTube-in, diçka e tillë. Ky është problemi, gjithë e kanë lënë mas dore, kështu që çfarë do thush, do flasësh mirë për çka kanë bë dikur, tash ti ulesh. Po te mirë po e vej, po ka lënë shumë mas dore YouTube-in. Elsofi tash i ka ndar kanali, nuk do bë më FIFA, tash është të bë vetëm vlogat e ky kanali. Un po e vej te super. Ama të super dhe vej të drejtën për mendimin tim më i pari të super, se bën content shumë të fortë dhe më pëlqen shumë. Ti Buja nuk e di pse është tu, se tani është streamer, s'është YouTuber fare, kështu që vetëm po e lej këtu, nuk po e lëviz. Po e çojmë këtu në fund. Meci nuk është se kam qenë herë fan si contentit Mecit, thumbnailat e Mecit ka qenë kështu si max, kur flesha gjumë, sa të shifsha me thumbnailat e Mecit ndilte gjumi nga Afrika. Ama me sa më kanë thonë vet i bën thumbnailat ashtu, nuk ka qef ti përmirësoje. Edhe pse kanë ofruar ndihmë me abo të tjerë thumbnailat, prap nuk don. Ka qef trimat stilin e vet, secili bën çfarë doje. Prap sado që unë nuk është se kam pas preferencë personale, po në ky është YouTuber nga kryesorët që kanë bërë shumë YouTube, ja kanë bërë YouTube shqiptar. Ka bërë kajherë sa gjeste hajt mo, po prap te legjend për vej. Arizoni mi vakt pati dhes shumë, ishte të bëjë video shumë forta. Ama tash pak ka ratë të drejtën, ama prap mirë është, po e vej këtu në fund të super. Okej, tash nis problemi si me gjyku. Ka ngele Ndisi dhe Taulanti. Si fillim du ta sqaroj se si është situata. Kur dikush vendos me nis YouTube-in, ka dy zgjedhje. Ose do bësh video shpesh, po të thjeshta, ose rrallë dhe të mira. Domethënë do zgjedhësh ose quantity ose quality. Edhe duke qartë nga aktiviteti tyne që edhe Taulanti dhe Ndisi kanë zgjedhë me bë sa më shumë video, nuk është si intereson shumë se si del videoja. Kam vure që s'kan editim gati fare, ndoshta vetëm prejnë fillimin e fundin edhe direkt në YouTube. Por që po të bosh për shembull 2 video në ditë, është e pamundur ty të editosh 2 video në ditë, ti bosh dalin truta valla. Prandaj nuk di si ti vlerësoj videot e tyne, e kam bërë qartë që nuk është se më pëlqejnë, se nuk janë bërë për dikot moshës time, ama kanë aktivitetin që janë të dy YouTuberat më aktiv në YouTube-in shqiptar për momentin. Di si ti vlerësoj o vlla, ç'a të them, videot nuk më pëlqejnë, po janë të bë punën që duhet. Ta shpjegoj këtë gjë. Okej, për i bje shkurt, Ndisi thumbnailat i ka shumë të dopt, se nuk punon fare në to, vetëm i fut në jaj, i ve fytyrën e vet edhe u kryesi muhabet. Thumbnailat se s'bën duhet ndryshojnë, duhet edhe pak editim, jo prej OBS-i direkt në YouTube, duhet përmirësim për vetë, Taulantin. Thumbnailat e Taulantit të drejtë janë pak më të mirë, sidomos te kanali që është u bë me të fejumen e vet, ama si ta vlerësoj o vlla. Mirë me thonë. Me shumë mundësi shikues të Taulantit dhe mushin këtë video me është legjend, është më i miri, është do më shajnë mua, ç'a nuk do bëjnë, po to vlerësime ishin mendimi im, masane ju tjerë t'jepni mendimin tuaj ç'a doni. Për mendimin tim YouTube-i shqiptar për momentin është një pikë shumë të dopt, ku secili po bën gjën e vet dhe asgjë speciale s'po ndodh. Po me kaq që përfundum videon, kështu që bëjeni gjithë like dhe subscribe këtë video edhe bashkë vjen video në radhës. Bye bye.